Në qendrën emergjente të Çukurës, përveç rasteve të paraqitura për shkak të temperaturave të larta, ka pasur edhe raste të thumbimit nga rriqrat. Kështu ka thënë Avdush Begolli, mjek në këtë klinikë, që sipas tij këto raste janë trajtuar menjëherë në qendrën infektive. Kemi edhe raste të tjera, raste kronike, gjakderdhje në tru, kemi infarte dhe raste të ndryshme të intoksikimeve. Sa i përket kafshimit të rrishnave, prej vendeve endemike kemi raste, mirë po ato raste ne i dërgojmë në klinikën infektive. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë për të paralajmëruar qytetarët nga rreziku prej rriqrave ka organizuar fushata informuese, forma tjera organizative që sipas tyre kanë rezultuar me përgjysmim të rasteve të pickimit nga rriqrat. Paik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë për televizionin ka thënë se në Malishev, Rahovec, Klin e Suharik për shkak të pranisë së rriqrave në këto zona janë organizuar fushata, takime me banor, ligjërata me nxënës dhe është bërë dezinsektimi i territorit. Gjithashtu nuk ka pasur asnjë të vdekur, se zona kundër rretheve hemoragjike është në muaj të mbylljes, tash ka bërë të ditur Hoti. Në takimin e Këshillit Ndërministror për parandalimin dhe luftimin e rretheve hemoragjike Krim Kongo, të cilën e kryeson ministri i Shëndetësisë Simet Ramani, disa ditë më parë u tha se numri i pickimeve nga rriqrat si vjet është përgjysmuar, ndërsa prej 46 rasteve të trajtuara si të dyshimtav, pas analizave laboratorike, të gjitha kanë rezultuar negative.